Po këta se janë të zgjuar më të vjedhin. Po çfarë do dalin tani? Çfarë do flasin? Se ne them del mbreti Laguriq. Prandaj e këshilloj kryetarin e qeverisë, prononcohu dhe shumë i vendosur. Dhe pa frikë. Se çdo sekond që kalon, opinioni dhe imazhi do të jenë në kau negativ pasaj. Imazhi do të jetë në rënje. Edhe kosa e imazhit është shumë e rëndë, se është kosa besimi. Kur mbet besimi midis dy palëve, është shumë e vështirë ta rikthesh. Do një investim shumë madh ta rikthesh. Pse ka humbur besimi ke Berisha? Ta di shumë mirë që nuk janë në qeveri vetëm për meritën e tyre, po janë dhe për meritën atij emri të keq që ka krijuar kundërshtari i tyre politik. Po tani, hajde i vëmë këndar tani, si janë? A janë barabarë, po mos e ka kaluar? Se dhe ai këto ka bërë, nuk ka bërë një çudi më të madhe. Po i ka bërë më me gërsi, po bërë me qytetari e vjedhjes. Çfarë quhet kjo? Nëse janë të vërteta. Po unë mendoj që këtu punët, se s'ka aty deputet edhe aty mund t'jem palë pak knaqura, dhe më ta si digjoj. Tani, ti e ke marrë flamurin e kësaj partije, ke marrë gjithë atributet e partisë, si që ka marrë e partinë e vetë, dini për zonë situatës, se nuk është situatë e mirë.